Jo, absolutisht jo. Ato kanë qenë, me të thënë drejten, ato kanë qenë shumë bashkëpunues. Nuk kemi hasur rezistencë, as në takime. Ne kemi bërë 2 kërkesa dhe me thënë me grupin Gjobën që ju vun juve të gjithve kur erdhët. Gjobën, më falë të kesh kuptova. Gjobën. E kam paguar. Dhe po të ishim në Britani apo në vende të mirëfillta demokratike, ministri përgjegjës për këtë shëmtirë duke ishte dhënë drejtësien. Është absolutisht e paimagjinueshme. Megjithatë, zoti Lubonja nuk është se nuk është dakord, edhe zoti Gjeka, por të dy mendojnë ose shumica mendon se së pari duhet arritur pika e parë kryesorja, pastaj të gjitha më vonë mund të diskutohen, të debatohen, të vendosen si pika strategjike për të ecur përpara e tjera me radhë. Nuk është se ju kundërshton, apo jo, zoti Lubonja? Ta vazhdoj logjikën dhe për t'ia lënë fjalën zonit Lubonja dhe zonit Gjeka. Atëherë, përveç kësaj, domethënë përveç takimeve intensive deri të hënën me grupin që unë i kam quajtur Komiteti Inspiruesi Protestave apo grupi që drejton protestat, ditën e mërkurë ne kemi bërë një takim me to me 25 individ, domethënë që konsiderohen mjaft të rëndësishëm drejtues të protestave dhe kemi kërkuar gjithashtu që të lançojmë portalin Qeveria Tranzitore Apolitike. Në Tiranë kam gjetur domethënë ide nga më të ndryshmet. Na sillni 6 emra nga diaspora me thonin sa. Disa tjerë thonin të krijojmë kuvendin kombëtar për të zgjerrë qeverinë hije. Ne si diasporë besojmë sepse ne po bëjmë gjithë këtë protestë për si mungesë i transparencës së politikës, së klasës, së qeverisë aktuale dhe të establishmentit në përgjithësi në 36 vite. Ne kemi kërkuar që në fillimet tona që dalim me një portal, Qeveria Tranzitore Apolitike, ku më të mirë të kombit, brenda dhe jashtë vendit, do munden të aplikojnë të ky portal dhe ne automatikisht pastaj, masi i vjen një harkohor, një afat se kur duhet të mbyllet procesi i aplikimeve, atëherë përmes këtij procesi ne mund zjarrim një qeveri teknike. Po, e di se e keni artikuluar edhe në studio, zoti Lubonja. Ka shumë kërkesa në fakt. Shikoj, më fal. Po. Domthon, le të rrim çik me këmbë tokë. Ktu bëhet një